Rritja e koeficientit, do thotë është jashtëzakonisht i ulët, nuk korespondon me punën ne që e bëjmë. Rrezikshmëria paguhet me 30 ditë për doktor, ndërsa për infermier është mbos të viteve. Kujdestaria jonë është domethënëse dhe ne i bëjmë gjatë muajit 8 kujdestari ose 7 më varet, dhe paguhet me dikon 28 euro, do thotë a të tjerët marrin kujdestari për një ndrrim, do thotë një shtune 315 euro, një premte dikun pak ma pak 290 ose diçka që ashtu, e shtunja po ashtu, do thotë për infermier është shablon 28 euro për bachelor, ndërsa 25 euro është për infermier me shkollë të mesme. Kërkesat tona kanë qenë rritja e koeficientit, do thotë është jashtëzakonisht i ulët, nuk korespondon me punën ne që e bëjmë, do thotë një infermier me 15 pacienta, edhe këto është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Në një vend punojmë si infermier edhe si staf mbështetës, sepse edhe ata janë jashtëzakonisht keq. Në një vend punojmë, rrezikshmëria paguhet me 30 ditë për doktor, ndërsa për infermier është mbos të viteve, ata kuj 20, 22 më varet vitet sa i ke bo si punëtor. Do thotë të ata paguhet 30 ditë, të infermierët ju, edhe kjo një shqetësim jashtëzakonisht, sepse edhe ne jemi, do me thonë, njerëz, edhe ne kemi familje, gjitha këtu, po kanë has në vesh të shordhët, do me thonë, gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pse kemi bo ankesa, sugjerime, përmi 260 infermier janë, cilët kanë ikë me përvojë punë mbi 10 vjeçare. Kjo është një katastrofë për shëndetësinë kosovare, sepse ai është një specialist në veti, sa i përket dhënies së ndihmës ndaj pacientit. Ne kemi bo edhe kërkesën që në qendrën klinike universitare 700 infermieri duhen, sepse po të punosh me 15 pacient, 2 infermier, eventualisht një infermier në shumicën e rasteve, është një katastrofë, sepse ti nuk mundesh çdo pacienti me ja dhënë ndihmën 100%. Nuk ndërmarrin diçka, të paktën do të hedhim në gjyq. Edhe ashtu ata cilët i kanë bë padrejtësitë prej mas lufte tek ne, duke mos pagu rrezikshmërinë, duke mos pagu orë shtesë, duke neglizhu kujdestarinë, gjitha këtu janë në letër edhe këna me jo drejtu gjykatës.